Jeni duke ndjekur televizionin kombëtar Klan News, mirë se erdhët në këtë transmetim të drejt për të njohur me lajmet dhe zhvillimet më të rëndësishme të ditës. Menjëherë pas pak mes të tjerash, ju ftoj të ndiqni. Edi Rama kërkon mandatin e 4 për të integruar vendin në Bashkimin Evropian dhe forcuar drejtësinë e re, i rikthehet takimeve me diasporën në Greqi, më 29 mars do të jetë në Kret dhe një ditë më pas në Athinë. Sali Berisha paralajmëron stabilizimin e institucioneve ndërkombëtare për zgjedhjet në Shqipëri pasi ato rrezikojnë të kthehen në farsë nga Edi Rama, ai tha se do të shkojë bashkë me OSBE-n në Këshillin e Evropës për këtë çështje. Ministria e Mbrojtjes ka zbardhur marrëveshjen ushtarake midis Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Ministri Piro Vëngu i kujton Beogradit se vendi ynë nuk i ka tradit paktet e fshehta në dëm të fqinjve. Gjykata ka lënë në burg shoferin e betonieres me të cilën u përplas makina ku humbën jetën 4 persona. Aleksandër Krashi mohon të jetë larguar nga vendi i aksidentit, ndërsa i tha gjykatësit se ka tentuar t'u japë ndihmë të rinjve. Donald Trump i heq të drejten për akses informacioneve të klasifikuara ish presidentin Biden, e njëjta masë edhe për Kamala Harris dhe Hillary Clinton. Ai ka deklaruar se do të revokojë edhe lejen e sigurisë për çdo antar tjetër të familjes Biden. Para largimit nga Londra, kombëtarja zhvilloi një seancë stërvitore. Përgatitjet për përballjen kualifikuese të botrorit 2026 me Andorrën do të vijojnë të dielën në Tiranë. Nën monitorim mbetet portieri Strakosha. Kryesocialisti Edi Rama në takimin e Internacionale Socialiste që u zhvillua në Tiranë ka deklaruar se drejtësia e re është duke hetuar personazhe të rëndësishme, ndërsa tha se integrimi në Bashkimin Evropian është një mundësi reale që ai vetë synon ta bëjë realitet pas marrjes së mandatit të 4 nga shqiptarët. Në takimin e Komitetit të Politikës së Jashtme të Internacionale Socialiste, kryeministri Edi Rama, një konsill zëvendës presidenti i kësaj organizate, tha se shpata e ndëshkimit ka kaluar nga pushteti ekzekutiv tek drejtësia e pavarur. Might not be the best to see people that you know from long time to be. Nga pikpamja njerëzore nuk është mirë të shohësh njerëz që i njeh prej kohësh që të dalin para drejtësisë për të përgjigjur për gjëra të ndryshme. Ajo që është mirë nga njëra anë është se kemi pastruar procesin e drejtësisë përmes një procesi të vettingut. Kemi kaluar shpatën e ndëshkimit nga pushteti ekzekutiv te drejtësia. Rama u dal tek integrimi evropian. Jemi në fund të mandatit të tretë qeverisës dhe presim me padurim një fushat tërheqëse zgjedhore për të marrë mandatin e 4. Duam të përmbushim misionin, të çojmë Shqipërinë në BE. Kryeministri tha se ajo që po ndodh në media sociale është shkatrimi i shumë gjërave dhe në veçantë idesë së politikës. Në të njëjtën linjë u drejtua auditorit në mënyrë virtuale edhe kryeministri spanjoll Pedro Sánchez. Të dashur shok, më vjen keq që nuk munda të jem aty personalisht, por dua të përfitoj nga kjo mundësi për të falendëruar mikun tim Edi. Transformimi nga inteligjenca artificiale dhe bota digjitale nuk po njeh kufi. Fushatat e dizinformimit mund të ndikojnë zgjedhjet në një vend tjetër, po ashtu algoritmet që nxisin gjuhën e urrëties minojnë institucionet. Teknologjia duhet të shërbejë demokracisë. Do të vijojmë të punojmë me ju edhe në muajt në vijim për drejtësinë sociale. Ndërkaq pas këtij momenti, kryeministri Edi Rama ka njoftuar se takimi i radhës me diasporën do të mbahet më datën 29 mars në Kret dhe një ditë më pas në datën 30 mars në Athinë. Për kritikët, ai tha se Partia Socialiste ka një program qeverisës që do ta prezantojë edhe për demokratët gjatë ditëve në vazhdim. Socialistët do të rinisin shumë shpejt fushatën në diasporë. Kryeministri Rama njoftoi se destinacioni më i afërt do të jetë Greqia, fillimisht në Kret e më pas në Athinë. Ca tjerë shkrua kanë se s'pas kemi program, prandaj unë po përdor lulin që të largoj vëmendjen. Thot bufi këtë. Ne kemi programi jo elektoral, si atas që s'kan gjë në dorë, po e kemi qeverisës, fush për fush, kategori për kategori sociale. Kreu i qeverisë do të kërkojë emigrantëve votën për numrin 5 në këmbim të pasaportës europiane. Siga palikaria. Shihemi atje. 29 mars Kreta, 30 mars Stin Athina mu.
Ju përshëndes. Edhe në këtë dalje nuk ja kurseu një përgjigje rivalit të tij virtual. O Rame! Na nëzore gjumin! Hidheni atë vot shkret të kutia nëmër 5. Hidheni atë vot për Shqipërinë BE. Hidheni atë vot për pasaportën EBS, për vete, për fëmijët tuaj, për nënat, baballarët tuaj. Ndër të tjera tha se Partia Socialiste është e vetmja që mund të garantojë integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka paralajmëruar një sensibilizim të institucioneve ndërkombëtare për të monitoruar zgjedhjet në Shqipëri, pasi sipas tij ato rrezikojnë të kthehen në një farsë nga kreu i Partisë Socialiste Edi Rama. Ai ka deklaruar se do të shkojë bashkë me OSBE-n në Këshillin e Evropës për të trajtuar këtë çështje. Në takimin me të rinj, kreu demokrat Berisha paralajmëroi një tur në institucionet evropiane për t'i sensibilizuar ata për monitorimin strikt të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Sipas tij, Edi Rama po tenton t'i shndrojë këto zgjedhje në farsë elektorale. Krista Sivitaj tha Edi Ramës, ti je i njohur që nuk bën zgjedhje, por ti do bëhesh përgjegjës për këto zgjedhje. Unë do shkoj me Albanën në Këshillin e Europës këto ditë. Fjalën time unë do ta përdor për zgjedhjet. Sigurisht për të sensibilizuar këtë audiencë. Berisha tha se Rama po e përdor prokurorin speciale për të përndjekur liderët e opozitës pa akuzë. Ne kemi një prokurori speciale e cila arreston dhe ndjek penalisht liderët e 3 partive politike opozitare si persona nënhetim. Pa akuzë. Lideri demokrat premtoi se me ardhjen në pushtet do t'i jap zgjidhje dhe ngërçi të krijuar me dosjet në përgjykata. Ky stok i madh për 150.000 dosjes ka bërë që qytetari shqiptar për të marrë një proces civil, vendim në gjykatës në një proces civil, të pres të paktën 15 vite. Për një proces penal mbi 10 vite. Çështjet civile bllokuara janë miliarda euro. Pra, duhet një ndërhyrje të cilën ne e marrim përsipër, po punojmë me gjykatës dhe me eksponent të këshuar të drejtës në Europë. Ndërkaq në komunikimin në rrjetet sociale me ndjekësit e tij, Berisha toi emigrantët të cilët kanë pasur probleme me sistemin PER që të votojnë në Shqipëri. Ministria e Mbrojtjes ka bërë publike deklaratën e firmosur mes 3 shteteve, Shqipëri, Kosovë, Kroaci, në fushën e sigurisë. Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu u është përgjigjur edhe akuzave të Serbisë, duke thënë se vendi ynë nuk i ka tradit paktet e fshehta në dëm të fqinjve. Shqipëria, Kosova dhe Kroacia do të kenë një bashkëpunim të ngushtë për të mbrojtur paqen e vendeve. Kjo aleancë ushtarake u nënshkrua në 18 mars, ndërsa Ministria e Mbrojtjes ka bërë publike deklaratën, ku parashikohet blerja kapaciteteve mbrojtëse, shkëmbim të informacioneve të inteligjencës për të zbuluar dhe reaguar në mënyrë efektive kundër sfidave që hasin vendet përkatëse. Marrëveshja për mbrojtje dhe siguri mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë është një bashkëpunim i natyrshëm mes 3 shtetesh sovrane. Si aleat kemi një vlerësim të njëmend, mbi kërcënimet që synojnë të pegojnë të ardhmen evropiane të rajonit tonë. Por kjo marrëveshje la të pakënaqur Serbinë. Presidenti Vučić e ka konsideruar një nisje gara armatimi, por që sipas ministrit Vengu, Serbia pezulloi vetë bisedimet dhe se vendi ynë nuk ka asnjë synim dashakeqës. Serbia, duke ndjekur prej 2 vitesh një politikë të karrikës boshe në iniciativat rajonale, ja ka pezulluar në mënyrë të njëanshme vetes mundësinë për të nxitur ose për të marrë pjesë të konsultime shumëpalëshe. Ky pezullim që është në dorën e Serbisë të lihet më njanë e bën të kotë çdo narrativ viktimizuese që vjen nga qeveria serbe. Në historinë e saj Shqipëria nuk ka precedent marrëveshjes ose traktatesh të fshehta në dëm të fqinjve. Ndër të tjera, marrëveshja parashikon trajnime dhe bashkëpunim në edukimin ushtarak, si dhe mbështetje ndaj Kosovës për perspektivën e saj drejt NATO-s.
Në të ndryshojmë temën e informacioneve tona dhe flasim për zhvillimet e kronikës. Gjykata la në burg shoferin e betonieres me të cilin u përplas automjeti ku humbon jetën 4 të rinj. Aleksandër Krashi mohoi të jetë larguar nga vendi i ngjarjes, ndërsa i tha gjykatësit se kishte tentuar të jepte edhe ndihmën e parë, por dyert nuk hapeshin dhe zjarri nisi menjëherë. Shoferi betonieres i cili u arrestua pas aksidentit tragjik në Fushpres ku humben jetën 4 të rinj do të qëndrojë në qeli. Ndaj tij, gjykata e Tiranës vendosi masën e sigurisë arrest në burg. Aleksandër Krashi doli para tokave të zeza së bashku me kushëririn e tij Valentin Krashi dhe menaxherin e firmës së prodhimit të betonit Daniel Koxha. Gjatë seancës gjyqësore që zgjati rreth 40 minuta, 24 vjeçari dha shpjegime për akuzën e largimit nga vendi i ngjarjes, por edhe drejtimin e mjetit pa patent. U kërkojnë ndjes dhe i shpreh ngushëllime familjarëve. Sa dola në rrugë për të shkuar të merrë naftë në karburant, dëgjova një përplasje të fortë. U përpoqja në maksimum të ndihmoja, dera e makinës nuk hapej. Lajmërova dhe një koleg të një betonere tjetër të vinte për të më ndihmuar në shuarjen e zjarrit, por ishte i fuqishëm dhe nuk i arritëm. Unë nuk kam patent për drejtimin e betonieres, por kam patent të kategorisë tjetër. Kjo dëshmi nuk e ka bindur gjyqtarin Edvan Veçani, i cili pranoi kërkesën e prokurorisë për të caktuar burg pa afat. Të njëjtën masë gjyqtari i caktoi edhe kushëririt e 24 vjeçarit Valentin Krashit, i cili akuzohet se e ndihmoi për t'u larguar nga vendi i aksidentit. Mas më e lehtë ajo detyrimit për të paraqitur u dha për Daniel Koxhan, menaxherin e firmës së prodhimit të betonit, i cili akuzohet se ka punësuar të riun pa patentën përkatëse për drejtimin e betonieres. Policia dhe prokuroria janë në pritje të ekspertizës për të parë nëse shoferi i mjetit Mercedes-Benz ku udhëtonin 4 të rinj kishte konsumuar pije alkolike apo lënë narkotike. Gjithashtu një ekspertizë tjetër që pritet të merret në dispozicion është edhe përcaktimi i gjendjes teknike të mjetit betoniere, nëse është fikur pa pritmas apo thjesht nuk janë respektuar rregullat e qarkullimit rrugor. Policia dhe shërbimi zjarfikësi kanë ardhur në ndihmë një turisti çek i cili kishte humbur orientimin e rrugës gjatë eksplorimit në malin e Dajtit. Ai kishte mbetur i bllokuar edhe për shkak të terrenit të vështirë dhe errësirës. Pas disa orësh kërkime, shërbimet e komisariatit numër 4 arriten që ta lokalizonin dhe më pas e transportuan në hotelin ku po qëndronte. Anuel Aristani është rishfaqur për herë të parë në krah të kryeministrit Edi Rama pas ridelegimit të pozicionit të kryetares së Bashkisë Tiranës. Ata inspektuan punimet e shkollës së Dit Durham në kryeqytet, e cila sipas tyre do të jetë gati në datën 15 shtator. Pas ridelegimit në krye të Bashkisë së Tiranës, Anuel Aristani është shfaqur krah kryeministrit Rama gjatë inspektimit të punimeve të shkollës e Dit Durham në Tiranë. Kjo shkollë funksionoi edhe si rezervë për gjithë rekonstruksionin e Mindurakut këtu afër. Ai që do të ndodhi është që këtu jemi në 2 objektet e para, këtu dhe këtu, dhe pastaj do të vijojmë me objektin e tretë që do të krijojë të gjithë të harkun që ju shikoni pra. Kryeministri Rama vlerësoi punën e punonjësve të ndërtimit, ndërsa njoftoi se shkolla pritet të bëhet funksionale më 15 shtator të këtij viti. Sapo i bëra një kompliment shumë fort këtyre se të merituar është bërë një punë e pabesueshme me betonin aty. Shkolla e Dit Durham është godina 48 moderne arsimore e rikonstruktuar nga Bashkia e Tiranës. Kjo do të ketë 33 të tilla. Të ftuarit e radhës në podcastin e kryeministrit Edi Rama ishin 4 të rinj, të cilët edhe pse ndajnë interesa të ndryshme, i bashkon fakti se janë rikthyer në Shqipëri për të ndjekur e zhvilluar më tej pasionet e tyre, të cilat i kanë kthyer në biznes. 4 të rinj të cilët janë kthyer në Shqipëri për të zhvilluar bizneset e tyre ishin të ftuarit e kryeministrit Edi Rama në podcastin Flasim. Ersi dhe Fationi kanë krijuar platformën Kids Surf Albania, të cilët morën dhe premtimin e kryeministrit për të bërë një stacion bazë për ushtrimin e këtij sporti pranë Porto Romanos. Tuaj turist ka shumë fare, po, dhe nuk i përballojmë dot. Vetmja gjë që është tu që ne nuk kemi një vend të dedikuar për këtë sport. Çfarë nuk kupton vendi juaj? Në disa tabela, domethënë që çdo njeri atje të vi me një çantë dore, ta shijojë atë plazh, atë rër, edhe të ikin në shtëpi, ti marrë ato mbeturinë që ata lejnë atje. Quhet bëme këtë, do flas me kryetaren e bashkisë, do flas dhe me ministrin e turizmit edhe quhet bëme.
Ndërkohë dy të rinjt e tjerë, Sara nga Britania e Madhe dhe Naimi, lindur në Shqipëri po nga prindër të huaj, ndanë me kryeministrin Rama interesin për të zhvilluar më tej biznesin e tyre në Shqipëri në sektorin e turizmit. Po bizneset atje vazhdojnë? Bizneset andaj vazhdojnë, po kam dhe një kompani softi për marketingun e turizmit dhe për hotelerin, gati 8 vjet tani që po e ngre, dhe në bazë së asaj po punoj për një platformë për digitalizimin e turizmit në Shqipëri. Bravo. Po di Sara çfarë bën këtu? Këtu jam këngëtare. Po na këndoj çik. Okay. Vajta kalova gjithë Kalabrinë, askun nuk gjeta si Shqipërinë. Në fund të bashkëbizetimit me të rinjt, kryeministri u bëri thirrje të gjithë shqiptarëve në emigracion që të kthehen. Kanë ardhur nga fundi i botës, edhe janë bërë shqiptar, edhe duan të mbeten shqiptar, edhe duan të jetojnë në Shqipëri. A e kupton apo jo? Ka një gjë këtu që nuk e gjen dot as në vend tjetër. Kuptoni ju? Ajo gjë që kam kuptuar unë kur jam kthy. A merrni vesh? Hajde një më kthehuni më. A gjishta të ka dhënë? Besimtarët Bektashin festojnë Sultan Nëvruzin, kryegjyshi botëror i Bektashinjve ka uruar shqiptarët, ndërsa mesazhe urimi pati nga politika shqiptare, por edhe nga presidenti Donald Trump. Besimtarët Bektashin në mbar botën festojnë këtë të shtunë ditën e Sultan Nëvruzit, një nga ngjarjet më të rëndësishme të kalendarit të tyre fetar. Në kryegjyshatën botërore në Tiranë, besimtarët të gjitha moshave u mblodhën duke u lutur për më shumë lumturi dhe dashuri. Kryegjyshi botëror i Bektashinjve, Haxhi Dede Edmond Brahimaj, në mesazhin e tij me rastin e kësaj dite, kërkoi nga besimtarët të shprehin më shumë dashuri dhe të ndihmojnë më shumë njëri tjetrin. Të falem në Zot që këtë ditë e bëri ditë gëzimi për gjithë krijuarët në këtë planet. Shpëtohet gjithë njerëzin nga Afrika dhe të merret. Pa mëshira jote rëndohet mbi ata që për egoizëm terrorizojnë dhe mbylsin gjak njerëzin. Për Shqipërinë dhe shqiptarët, Zoti dhënë vazhdim të fortë, plotësim, mbarësi në çdo punë, begati, shëndet, fuqi të fortë, karakter të patundur, lavdi, nder e mirësi dhe gjithë këto Zoti i bekoft. Me rastin e kësaj dite dhe krerët e lartë shtetëror dhe të politikës në vend përcollën urimet e tyre për besimtarët Bektashi. Presidenti i Republikës Bajram Begaj në mesazhin e urimit shkruan se kjo ditë e shenjtë vjen së bashku me pranverën, ndërsa kryeministri Edi Rama ka zgjedhur një foto të Odeonit të Selis Bektashiane për të uruar këtë festë të rëndësishme të këtij besimi. Mesazh urimi ka përcjell dhe lideri i opozitës Sali Berisha, i cili uroi besimtarët dhe mbar shqiptarët për një të ardhme më të mirë. Por për këtë fest, një urim të veçantë përcolli dhe presidenti amerikan Donald Trump, i cili përmes një mesazhi të shpërndar nga ambasada amerikane në Tiranë, shkruan se kjo traditë shekullore është një mundësi për të reflektuar dhe për të pritur pranverën me një frym të re shprese dhe optimizmi. Turizmi i qëndrueshëm kërkon domosdoshmërisht edhe një mjedis të pastër. Në këtë moto të rinjt kanë bërë pra pastrimin e pyllit të sodës në prag të nisjes së sezonit turistik në Vlorë. Me rastin e ditës ndërkombëtare të pyjeve, Bashkia e Vlorës, Shoqëria Civile dhe nxënës të shkollave janë bërë bashkë në një nismë pastrimi në pyllin e sodës. Kjo zonë ka një rëndësi të madhe për qytetin bregdetar pasi njihet ndryshe dhe si mushkëria e qytetit. Në këtë aktivitet ishte edhe kryebashkiaku i Bashkisë Vlorë, Ermal Dredha, i cili tha se mbajtja pastër e ambientit është jetike për turizmin. Kjo është edhe një thirrje për të ndërgjegjësuar gjithë qytetarët, gjithë banorët e qytetit të Vlorës, të jenë të kujdesshëm sa i përket edhe hedhjes me turinave në çfarëdo lloj vendi apo momenti që munden. Nuk duhet më, sepse realisht ne sado që mundojmë ta pastrojmë apo të ndërgjegjësojmë komunitetin, është thuajse pa mundur nëse nuk jemi të gjithë bashkë. Këtë është Vlora jonë, është qyteti jonë, gjithmonë e promovojmë dhe trumpetojmë fort që është një destinacion turistik si asnjë vend tjetër, të paktën për ne që jetojmë këtu. Duhet edhe ambienti të jetë siç duhet. Përgjegjësi sektorit të pyjeve, Ilir Nika u bëri apel qytetarëve të denoncojnë për çdo rast të ndotjes apo zjarrvënies në pyllin e sodës. Dua të ftoj të gjithë qytetarët që shikojnë individ pa përgjegjshëm ose biznese lokale që hedhin mbetje ose dëmtojnë pyllin, ta denoncojnë. Këto i kemi bërë 2 tabela përkatëse, një në hyrje të pyllit dhe një në dalje tek kanali, për numrat e telefonit që do janë të disponueshëm 24 orë për çdo denoncim dhe për çdo shkelje që do bëhet. Qëllimi i këtij aksioni mbetet jo vetëm pastrimi, por edhe largimi të gjitha pemëve të dëmtuara apo të rrëzuara.
Pas vizitës që bëri të premten në varrin e Etatit në Skënderaj, ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e kaloi natën në godinën e Euleksit në Prishtinë. Gjatë së shtunës ai takoi bashkëshorten dhe 3 vëllezërit e tij, të cilët në dalje thanë se është mirë me shëndet, por nuk kishin të drejtë të flisin më shumë për të. Ish presidenti ishte në Prishtinë edhe më 13 mars, ku për disa orë qëndroi për të vizituar Tatin në spital. Mbrojtja e tij kërkoi që Thaçi të ishte në ceremoninë mortore të martën në buroj, por gjykata nuk i dha leje. Ardhja ju lejuha vetëm pas 3 ditësh. Aksi prorus në Evropën lindore është tronditur prej muajsh nga protestat masive në rrugën e disa kryeqyteteve si Beograd, Bukuresht, Budapest dhe Tbilisi, ndonse pa lidhje të drejt për drejt me njëra tjetrën. Këto protesta janë me frymë pro-evropiane dhe kundër politikanëve prorus. Nga Tbilisi i Gjeorgjisë në Budapest, Bukuresht dhe Beograd, turma të mëdha protestuesi shkandal në rrugë për muaj me radhë. Ndonse pa lidhje të drejt për drejt me njëra tjetrën, protestat kanë frymë pro-europiane dhe kundër politikanëve pro-rus. Serbia po përjeton prej muajsh protesta masive të udhëhequra nga studentët, pas shembjes vdekje prurse të çatisë një stacioni kurrëdor në Novi Sad në nëntor të vitit kaluar. Më 15 mars, protestat arritën kulmin, me rreth 300.000 vetë të mbledhur në rrugët e Beogradit. Pamjet e fiksuara nga ajri treguan shkallën e vërtetë të grumbullimit protestuesve. Studentët kërkojnë llogari për përgjegjësit e korrupsionit që solli ndërtime të dobta në stacionin e kurrëdor. 15 vetë humbën jetën. Ndërsa protestat zgjuan pak kënaqësinë e eshtur popullore, kryeministri Miloš Vučević dha dorëheqjen në janar. Protestuesit duan tani kokën e presidentit Aleksandar Vučić, një prej udhëheqësve më të korruptuar dhe më pro-rus në rajon. Vučići synon të organizojë zgjedhjet parakohshme presidenciale, ashtu si kryeministri hungares Orban, ai është një udhëheqës afatgjat dhe ka shërbyer si president nga viti 2017. Ndërkohë kundërshtarët e tij e akuzojnë për rritje presionin ndaj studentëve, shoqërisë civile dhe opozitës, me arrestime dhe fushata shpifjesh. Në Serbi janë planifikuar të tjera protesta. Një turmë prej mbi 50 vetash doli në rrugët e Budapestit më 15 mars për të mbështetur partinë opozitare TISA, e cila po kërcënon të çrënjos mykun e politikës hungareze. TISA udhëhiqet nga Peter Magyar, një ish aleat i kryeministrit Viktor Orban, i cili fitoi pikë në shkallë kombëtare kur dha dorëheqjen nga postet më të larta në ndërmarrjet shtetërore dhe një bank në shkurt 2024. Magyar, tani 43 vjeç, tha se i hyn politikës për të luftuar korrupsionin. Dhe deri në atë çast, TISA ishte një parti e vogël opozitare. Por në udhëheqjen e Magyarit, ajo përfundoi e dyta në zgjedhjet parlamentare europiane në qershor të vitit 2024 me afro 30% të votave. Mbështetja e partisë ka vazhduar të rritet dhe Magyar tani ka të ngjartë të sfidojë Orbanin në zgjedhjet parlamentare të vitit të ardhshëm. Mbështetja për partinë e tij është rritur, pavarësisht nga dominimi pothuajse total i Orbanit në media, i cili është kritikuar gjerësisht nga organizatat ndërkombëtare. Një prej tyre, Human Rights Watch, thotë se liria e medias ka qenë në sulm në Hungari, që kur Orban mori frenat e pushtetit në vend, ekonomia lëkundër e Hungarisë plus lodhja e votuesve pas 15 vjetësh të sundimit të Orbanit kanë fuqizuar opozitën. Rumania është rënditur nga tensionet politike që nga zgjedhjet presidenciale të nëntorit kaluar. Nacionalist populisti Kalin Georgescu erdhi nga hiçi për të shfaqur si kandidati kryesor pas raundit të parë të votimit, me 2 milion vota mbështetje, pavarësisht se nuk ishte shpenzuar pothuajse asgjë në fushatën e tij. Gjykata kushtetuese rumune anuloi rezultatet e zgjedhjeve të nëntorit, mes akuzave për ndërhyrje në fushat nga Rusia. Ky e fundit si zakonisht ka mohuar mbështetjen e Georgescut, një kritik i zëshëm i NATO-s dhe një kundërshtar i mbështetjes së vazhdueshme për Ukrainën. Mbështetësit e Georgescut u ritën kur nën presidenti amerikan J.D. Vance përdori fjalimin e tij në konferencën e sigurisë në Myni në shkurt për të kritikuar vendimin për anulimin e zgjedhjeve. Kjo u pasua nga një skandal spionazhi. 6 vetë janë akuzuar për tradhti dhe komplot për gru shteti të mbështetur nga Rusia. Pati për leshje të dhunshme midis mbështetësve të Georgescu dhe policisë pas një vendimi për ta ndaluar nga kandidimi në zgjedhjet e reja presidenciale të planifikuara në maj. Ky vendim i Komisionit Zgjedhor u la në fuqi më pas me një vendim unanim nga Gjykata Kushtetuese.
Në Gjeorgji, protestat filluan në tetor pasi partia qeverisëse Ëndra Gjeorgjiane pretendoi fitore në zgjedhjet parlamentare, zgjedhje për të cilat vëzhguesit ndërkombëtar thanë se u dëmtuan nga blerja e votave, votimi i dyfisht, dhuna fizike dhe frikësimi. Që atëherë protesta ka pasur çdo ditë. Më 16 mars, dita e 109 protestave, turma të vogla bllokuan bulevardin Rusaveli, një nga arteriet kryesore të Tbilisit. Pjesëmarrja luhatet në disa qindra mira. Protestuesit shënjestruan televizionin shtetëror, i cili është me vendosmëri pro-qeveritare, si dhe ndërtesat e gjykatave dhe qeverisë. Forcat e sigurisë janë përgjigjur tubimeve paqësore, me dhunë brutale dhe arrestime masive, veprime këto që janë dënuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Kohët e fundit, qeveria shtrëngoi ligjet për ta bërë goditjen edhe më të ashpër. Gjobat për bllokimin e një rrugë u ritën 10 fish, për shembull. Autoritetet kanë survejuar pjesëmarrësit me kamerat prodhimit kinez, me aftësi për njohjen e fytyrës. Rezistenca antiruse në Gjeorgji vazhdon. Flasim për informacionet ndërkombëtare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka hequr të drejtën për akses në informacione të klasifikuara për ish presidentin Joe Biden, ish nën presidentin Kamala Harris, Anthony Blinken, Hillary Clinton dhe ish zyrtar të tjerë të lartë. Kreu i Shtëpisë së Bardhë ka deklaruar se do të revokojë edhe lejen e sigurisë për çdo antar tjetër të familjes Biden. Trump ka vënë në shënjestër gjithashtu Alvin Bragg, prokurorin e Manhattanit, dhe Letitia James, prokurorin e përgjithshme të New Yorkut, pasi ata ngriten çështje ligjore kundër tij. Më herët, presidenti amerikan tërhoqi të drejtën për akses në informacione të klasifikuara për 40 ish zyrtar të inteligjencës, të cilët ai i akuzoi për ndërhyrje në zgjedhjet në favor të Biden. Një tjetër natë trazirash dhe përplasjesh ka kaluar Turqia. Demonstruesit në disa qytete kanë kundërshtuar arrestimin e liderit të opozitës. Partia e tij e ka cilësuar arrestimin e Ekrem Imamoglu si grusht shteti ndaj Erdogan. Për të tretën natë me radhë, një pjesë e madhe e Stambollit u shndërrua në një arenë lufte ku mijëra protestues dolën sërish në rrugë kundër arrestimit të kryebashkiakut Ekrem Imamoglu. Të gjitha rrugët që të çojnë në ndërtesën e Bashkisë së Stambollit u mbyllën me urdhër të guvernatorit, por mijëra njerëz u mblodhën pavarësisht ndalimit. Të paktën 16 oficerë policie u plagosën gjatë përleshjeve me protestuesit në të gjithë Turqinë dhe të paktën 345 persona janë arrestuar. Protestuesit u përplasën me policinë, të cilët hollën gur ndaj tyre për të shpërndar turmën që donin të niseshin drejt sheshit qendror Taksim, i cili është rrethuar plotësisht dhe ruhet nga policia prej ditësh. Forcat e sigurisë përdorën spraj me piper si dhe ujë me presion për shpërndarjen e turmave. Përleshje ndodhen edhe në qytetet Izmir e Ankara, ku policia shpërndau protestuesit me makinat ujëhedhëse. Opozita bëri të ditur se në protest morën pjesë më shumë se 300.000 njerëz, ndërsa i kanë bërë thirrje qytetarëve që të dalin në rrugë për të protestuar kundër ndalimit të kryebashkiakut të Stambollit Ekrem Imamoglu, pavarësisht paralajmërimit të presidentit Erdogan kundër demonstratave. Protestat po organizohen nga studentët, të cilët përpos të tjerash po kërkojnë edhe ndërheqjen e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Ata paralajmërojnë tubime edhe më të mëdha gjatë ditëve në vazhdim. Tensionet mund të rriten në fundjavë kur një gjykat pritet të vendosë për arrestimin zyrtar të kryebashkiakut. 54 vjeçari, kryebashkiak i Stambollit, Ekrem Imamoglu, u dërguar në gjykat ku përballet me disa akuza duke përfshirë korrupsion dhe ndihmën ndaj një grupi terrorist. Imamoglu ka mohuar akuzat për korrupsion duke i konsideruar ato si të motivuara politikisht. Në mesin e të arrestuarve janë edhe 100 zyrtar të tjerë nga kjo parti. Partia Republikane Popullore i ka cilësuar arrestimet një grusht shteti dhe kanë bërë thirrje që demonstratat të intensifikohen. Demonstratat deri më tani janë përhapur në të paktën 32 nga 81 provincat e Turqisë. Votimi i ardhshëm presidencial është planifikuar për vitin 2028, por disa analistë thonë se Erdogan mund të kërkojë zgjedhje të parakoshme, të cilat do t'i lejojnë atij të anashkalojë kufijtë e mandatit. Objektivat e Hezbollahut janë goditur sërish pas urdhrit të dhënë nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Forcat paqëruese të OKB-s në Liban kanë ngritur alarmin nga përshkallëzimi i mundshëm i luftimeve, duke i kërkuar palëve që të respektojnë angazhimet e armëpushimit.
Izraeli kryen sërish sulme ndaj objektivave të Hezbollahut në Libanin Jugor. Kryeministri Benjamin Netanyahu tha se ai kishte udhëzuar forcat e mbrojtjes të Izraelit të veprojnë duke shënjestruar terrorist. 3 raketa u neutralizuan në qytetin izraelit me tula të shtunën në mëngjes, por nuk u raportua për të lënduar. Asnjë grup nuk e ka pranuar lëshimin e raketave. Marrëveshja e armëpushimit i dha fund luftimeve 14 mujore me Hezbollahun. Forca paqëruese OKB-s në Liban, UNIFIL ka ngritur alarmin nga përshkallëzimi i mundshëm i luftimeve, duke i kërkuar si Izraelit ashtu edhe Libanit që të respektojnë angazhimet e tyre. Raportet në mediat lokale në Liban bëjnë të ditur se ushtria izraelite kreu bombardime në disa lokacione jugore të vendit ku 3 u plagosën dhe 1 person mbeti i vrarë. Izraeli ka kryer pothuajse çdo ditë sulme ajrore mbi ato që i cilëson si objektiva terroriste të Hezbollahut dhe ka treguar se sulmet do të vazhdojnë për të parandaluar riarmatimin e grupit. Po ashtu në rripin e Gazës 5 fëmijë humbën jetën në një sulm të madh ajror. Izraeli hodhi në erë spitalin e vetëm të specializuar në trajtimin e sëmundjeve të rënda në Gaza, si dhe një shkollë mjekësore. Rusia nuk i ka ndalur sulmet në Ukrainë, ka lëshuar qindra dron. Autoritetet ukrainase kanë raportuar për disa viktima dhe 10 persona që mbeten të plagosur. Disa persona kanë humbur jetën dhe 10 të tjerë janë plagosur nga sulmet ruse në të gjithë Ukrainën. Forcat ajrore të Ukrainës rrëzuan 100 nga 179 dronët rus në Zaporizhje, një familje prej 3 antarësh u vrarë gjatë bombardimeve. Guvernatori Ivan Fedorov bëri të ditur se qyteti ishte goditur më shumë se 10 herë me dron gjatë natës, ndërkaq mbetjet e dronëve ranë në çatin e një ndërtese në qendrën historike të Kievit, por nuk u raportua për viktima në kryeqytet. Ndërkaq, një raport i ri nga Zyra e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut ka treguar së fundmi se Rusia shkaktoi vuajtje të paimagjinueshme mijëra fëmijëve ukrainas dhe shkeli të drejtat e tyre që nga fillimi i agresionit rus. Të drejtat e tyre janë minuar në çdo aspekt të jetës, duke lënë plagë të thella fizike dhe psikologjike, tha zëdhënëse e Zyrës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, Liz Throssell, në një konferencë në Gjenev. Transferimi i të paktën 200 fëmijëve në Rusi midis shkurtit të vitit 2022 dhe dhjetorit të vitit 2024 mund të përbëjë krime lufte, thuhet në raport. Të njëjtin qëndrim ka mbajtur edhe Ukraina sa i përket rrëmbimit të fëmijëve. Kreu i shtëpisë së bardhë Donald Trumpu ka hequr mbi 500.000 emigrantëve lejen e mbrojtjes duke i paralajmëruar të largohen nga vendi para se të përfundojë afati edhe i lejeve të tyre të qëndrimit. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump do të revokojë statusin e përkohshëm ligjor të më shumë se gjysmë milioni emigrantëve nga Kuba, Haiti, Nicaragua dhe Venezuela. Këta migrant kanë paralajmëruar të largohen nga vendi përpara se të anulohen lejet e tyre, ka njoftuar qeveria federale. Departamenti i Sigurisë Kombëtare ka bërë të ditur se do të kërkojë arrestimin dhe dëbimin e tyre nëse nuk arrin të largohen në 30 ditë të ardhshme. Zyrtarët u kanë përcjellë emigrantëve që të përdorin aplikacionin përkatës për të regjistruar për vetë deportim. 530.000 emigrantët u sollën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një proces financimi nga administrata e Biden, por Trump e pezulloi programin sapo mori detyrën. Programi u lançua në vitin 2022, duke mbuluar fillimisht venezuelanët përpara se të zgjerohej në vende të tjera. Administrata Biden kishte argumentuar se ky program do të ndihmonte në frenimin e kalimeve të palishme në kufirin jugor të SBA-s dhe do të lejonte verifikimin më të mirë të atyre që hyjnë në vend. Departamenti i Sigurisë Kombëtare kritikoi administratën e mëparshme dhe tha se programi kishte dështuar në qëllimet e tij, që nga marrja e detyrës në janar, politikat e Trumpit për migracionin kanë hasur në një seri pengesash ligjore. Trump po shqyrton gjithashtu nëse do të anulojë statusin e përkohshëm ligjor të rreth 240.000 ukrainasve që ikën gjatë konfliktit me Rusin. Ati i shenjtë Papa Francesku pritet të lërë spitalin të dielën. Mjekët kanë deklaruar se gjendja e tij shëndetësore tashmë është e stabilizuar, ndërsa gjatë javëve të fundit mori trajtim mjekësor në Spitalin Gemelli të Romës. Papa Francesku do të lërë të dielën Spitalin Gemelli pas 6 javësh qëndrimi.
Lajmin e dha profesori Sergio Alfieri gjatë një konference për shtyp në këtë spital. La buona notizia che immagino che aspetta tutto il mondo. Lajmi i mirë që e pret e gjithë bota është se nesër ati i shenjtë do të dalë nga spitali dhe do të kthehet në Santa Marta. Gjendja e tij shëndetësore është stabil. Mjekët që e kanë trajtuar Papa Francesku njoftuan se gjatë qëndrimit të tij në spital ai ka kaluar 2 episode të rënda që kanë kërcënuar jetën e tij. Gjithashtu sqaruan se gjatë trajtimit Papa Francesku nuk ka pasur nevojë për intubim dhe se nuk ka qenë i prekur nga COVID-19 apo diabeti. Për një rikuperim të plot, ata rekomandojnë të paktën 2 muaj pushim. Papa Francesku u shtrua në spital më 14 shkurt për shkak të problemeve me bronkitin dhe më pas u diagnostikua me pneumoni të dyfisht, një infeksion i rënd që shkaktoi vështirësi të mëdha me frymarrjen. Sipas raporteve nga mediat italiane, të dielën pritet një dalje publike nga Ati i Shenjtë. Spanja është një nga vendet që po përballet edhe me krizën e ujit dhe me përmbytjet nga rreshtet e dendura. Organizata ndërkombëtare për mbrojtjen e mjedisit ka bërë thirrje për menaxhim të mirë të burimeve dhe kujdes të shtuar me ngjarjet ekstreme të motit. Ndërsa bota shënon ditën botërore të ujit, Greenpeace ka paralajmëruar se ngjarjet ekstreme të motit po bëhen më të shpeshta për shkak të ndryshimeve klimatike. Las Niñas në Gran Canaria, rezervuari 2 më i madh i ishullit, po përballet me një thatësirë të madhe. Ndryshe nga Spanja, ishujt Kanarie kanë një klim të veçantë. Greenpeace ka bërë të ditur se kriza e ujit në Spanjë mbetet një çështje urgjente pavarësisht të rreshjeve të fundit. Zëdhënësi fushatës për ujë të Greenpeace, Julio Barea, tha se shirat e dendur ofrojnë vetëm lehtësim të përkohshëm. Proceset ekstreme do të ndodhin më shpesh. Thatësirat gjithashtu do të jenë më të gjata dhe më intensive, kështu që duhet të përgatitemi. Kur duhet të përgatitemi? Pikërisht tani, kur kemi më shumë rezerva. Tani që kemi ujë, duhet të përgatitemi për thatësirat që do të vinë. Ndërkohë, rreshjet intensive në Spanjën kontinentale kanë shkaktuar përmbytje në qytete si Kartama. Ekspertët kërkojnë të bëhet një menaxhim i qëndrueshëm i ujit. Ka edhe një aspekt negativ, si që është aspekti negativ. Meqense janë kaq intensive dhe kaq afatgjatë, ajo që po ndodh në shumë vende janë përmbytjet në qytete, madje janë regjistruar edhe humbje jete. Dita botërore e ujit shënohet çdo vit që nga 1993, pasi është përcaktuar në rezolutën e Kombeve të Bashkuara. Në këtë ditë theksohet rëndësia e ujrave dhe menaxhimi sa më efikas i tij nga shtetet. Pas humbjes, kombëtarja shqiptare e futbollit është stërvitur në Londër, ndërsa fokusin e ka tek sfida e së hënës ndaj Andorrës. Takimi do të gjykohet nga austriaku Sebastian Gishamer. Kombëtarja shqiptare u stërvit në Londër pas ndeshjes me Anglinë, të luetur në mbrëmjen e 21 marsit në stadiumin Wembley. Kuqezin punuan për më shumë se 60 minuta në stadiumin The Hive të Londrës. Lojtarët të cilët nuk u aktivizuan dhe ata që luetën si zëvendësues zhvilluan stërvitje me ngarkesë të plot, ndërsa titullarët punuan vetëm në palestër. Portieri Thomas Strakosha, i cili u zëvendësua gjatë ndeshjes me Anglinë për shkak të një goditjeje që mori gjatë lojës, është duke u mbajtur nën monitorimin e vazhdueshëm nga stafi mjekësor. Në kombëtare ka optimizëm që ai mund të rikuperohet për ndeshjen e së hënës kundër Andorrës. Pjesa tjetër e futbollistëve nuk kanë shfaqur probleme fizike dhe janë të gjithë të gatshëm për takimin e dytë të kualifikueseve të botërorit 2026. Shqetësime fizike kishin mbrojtësit Kubulla Ismaili, por duket se futbollistët kanë gjetur formën e tyre të mirë. Takimi ndaj Andorrës do të arbitrohet nga austriaku Sebastian Gishamer, 36 vjeçari, i cili mban stemën e FIFA-s prej vitit 2019. Në të kaluarën ai ka gjykuar Andorrën në një ndeshje kundër Kosovës, të luetur në vitin 2023 në Prishtinë. Çelet ekspozita Venus në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi. Kjo ekspozitë do të qëndrojë e hapur deri në fillim të muajit qershor, duke ofruar një rrëfim të veçantë mbi historinë dhe artin e fotografisë shqiptare, bazuar në punët e 3 mjeshtrave: Geg Marubi, Pjetër Raboshta dhe Dedi Jakova. Në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi u çel ekspozita Venus, e krijuar nga Lek Gjeloshi.
Kjo ekspozit sjell imazhe nga arkivi i 3 mjeshtrave të fotografisë shqiptare, Gegma Rubi, Pjetër Raboshta dhe Ded Jakova. Në qendër të ekspozitës është shtëpia e Mark Kakariqit në Shkodër, e njohur më vonë si shtëpia e Pionierit, ku janë zhvilluar ngjarje të rëndësishme historike dhe artistike. Me kriju një ekspozitë ku ato fillojnë edhe bahen njësoj njëri me tjetrin, rrëfejnë njëjtën gjë, e këtë ja ban të mujtën edhe mjeti fotografik, sepse tu mos kanë piktor, si thush, realiteti hin njësoj tek këte tre, por perceptohet pikrisht i ky moment, i ky ndryshim i natyrshëm që bjen realiteti vetë, para cilit ato janë dokumentuesit më të rëndësishëm për momentin që ne njohim në arkivin. Drejtuesi i Muzeut Marubi, Luciano Bedeni, tregon risitë e këtij sezoni. Gjithmonë muzeu ka treguar një vëmendje të veçantë për hulumtimet arkivore. Ekspozita 2, e cila do të hapet në javën e parë të muajit qershor, do t'i dedikohet rihetëzimit të pazarit të Shkodrës. Kjo është ekspozita e parë për vitin 2025 dhe do t'i qëndrojë hapur deri më 1 qershor, duke ofruar një rrëfim të veçantë mbi historinë dhe artin e fotografisë shqiptare. Këtë fundjavë në Gjirokastër mbizotron atmosfera e karnavaleve, festa kulmon të dielën me ritualin e djegjes së Dordolecit. Këtë fundjavë në Gjirokastër do të mbizotrojë atmosfera e karnavaleve. Janë 3 ditë feste që kulmojnë ditën e diel me ritualin e djegjes së Dordolecit. Me kostumet e tyre shumëngjyrshë, vogëlushët mbushën sheshin Çerçistopulli në qendër të pazarit karakteristik të qytetit, duke i dhënë më shumë atmosferë kësaj dite. Për 3 ditë me radhë në qytetin e Gjirokastrës do të festohen karnavalet, ku sigurisht që kryefjala do të jenë fëmijët e veshur me personazhet e tyre të preferuar. Gjatë 3 ditëve të festave nuk do të mungojnë aktivitetet e shumta si për fëmijë, por edhe të rritur. Me vëllezërit Korçar do mblidhemi në sheshin dhe do festojmë sheshin e Çerçizit tashmë të përfunduar dhe do kulmojmë sigurisht ditën e diel. Unë nuk besoj se do ketë vend tjetër më të bukur për të kaluar fundjavën. Ju presim në Gjirokastër. Fëmijët janë ata që gëzojnë më shumë dhe argëtohen duke ecur në rrugët e kaldrëmta me paradën e tyre. Po ti si kishe veshur? Jam veshur si Koselkuqja. Çfarë të themi fëmijëve? Gëzuar. Dhe janë në Gjirokastër për të festuar. Karnavalet në qytetin e Gjirokastrës janë kthyer tashmë në një traditë e cila kishte munguar prej shumë vitesh. Ishte gjithçka e përgatitur, qëndroni në Klan News për t'u informuar gjithmonë dhe për gjithçka.